Selam aleikum, mirë se takohemi edhe këtë të diel të dashur të nderuar shikues e dëgjues të emisionit ton javor Drita së Vërtetës. Jemi këtu për të përçuar porosi rreth dritës së vetme, dritë e cila është padyshim në Islam. Për të përçuar këtë dritë tek të gjithë dashamirët e dritës, ne çdo javë kemi hoxhallar të ndryshëm, por si të zakonshëm kemi hoxhën Fandel në mungesë të tij. Thrasim hoxhallar të dashur të nderuar për të na plotësuar çdo të diel emisionin ton javor me ligjëratat e tyre fetare. Sonte kemi nderin e kënaqësinë që me datën 16 nëntor 2025 të jemi drejt për drejt në emisionin ton Drita së Vërtetës me hoxhën e dashur e nderuar hoxhën Dritan. Hoxh, selam aleikum dhe mirë se na erdhët. Aleikum selam wa rahmetullah, mirë se u gjejmë shpëtim. Të nderuar të kemi në studio, nuk na thu kur ju Allah shpërblet për gatishmërinë. Faleminderit. Jemi tek pjesa e pikpyetjes hoxh, praktika sfidat bashkëkohore tek fetaria. A thu pse krejt kjo pikpyetje e madhe mes fetarisë bashkëkohores dhe sfidave të ditëve të sotme? Fjala është për ju. Bismillahirrahmanirrahim. Ashtu siç e potencute dhe ju në fillim të thotë emisionit, fetaria është manifestim i bindjes së besimtarit në kryerjen e adhurimeve të tija karshi Allahut te bareke ve teala, e të cilat ngërthejnë kryerjen e adhurimeve që janë obligative, sikur që janë farzet, si dhe shmangjen apo ruajtjen prej ndalesave të Zotit, duke i shoqëruar me virtyte dhe sjellje të mirë me të tjerët. Kjo fetari, do thotë, besimtarit normalisht që gjatë kohës sfidohet me rrethona të ndryshme, me sfida të ndryshme, zaten kjo është edhe urësia e Allahut dhul xhelal në jetë, ku ka thonë një vend në Kur'anin famullar, huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu azza wa jalla është ai i cili ka krijuar vdekjen dhe jetën që t'u sprovoj juve se cili prej jush është më vepër mirë. Kështu që besimtari do thotë duhet ta dijë dhe është i vetëdijshëm që në jetën e tina sprovohet imani i tina, sprovohet sinqeriteti i tina, sprovohet nderi i tina, korrektësia, çdo më radh, normalisht po. Mirë po, ajo çka është e veçantë do thotë në mesin e këtyre sfidave, nuk ka dyshim se është kjo epoka e globalizmit ose modernizmit, e cila pothuajse gëlltin çdo gjë shpirtërore, morale dhe të shëndosh, dhe në këmbim të një materializmi të egër. E këtu ne si besimtar, për shembull, duhet të kemi kujdes, duhet të ruajmë do thotë imanin ton, duhet të ruajmë do thotë ato që është më shtrejta e jon, për arsye se në këmbim të jetës së kësaj bote nuk ja vlen të sakrifikohet kurrë prej hisëve të ahiretit. Marr nga kjo pikpamje për shembull, edhe ne si muslimanë të cilët jetojmë domethënë në këtë epokë, në për këto domethënë vende kështu me radhë, secili prej neve kush më shumë, kush më pak ndikohet nga një aspekt e dikush një tjetër e kështu me radhë. Mirë po ajo çka duhet cekur dhe që duhet pasur parasysh nuk ka dyshim se është për shembull tendenca në rritje e ngritjes së asaj mirëqenies në mënyrë të domosdoshme. Nuk ka dyshim se Zoti i Madhreshëm për shembull gjitha të mirat e tij kalon për njerëzit, i kalon për besimtarët. Mirë po jo ato që ta kemi për shembull qëllimin kryesor, që fjala e bie nëse sot për shembull ka dalë një iPhone 17, nuk është e domosdoshme për mua me gjitha mënyrat me ardh tek ajo. Ose nëse ka dalë një veturë shtrejt, domethënë në çdo mënyrë me u mundu ti me arrit ajo, për arsye se ne si besimtar për shembull nuk e kemi prej qëllimeve të jetës prioritet për shembull atë pjesësalin e mirëqenies. Ne mundohemi me qenë këtu të suksesshëm, me qenë të arritshëm. Mirë po çdo herë do thotë në domethënë në hap me atë haprimin ton karshi Zotit ul xhelal edhe shpërblimeve të tij në ahiret, duke llogarit gjithmonë për koshmërinë e jetës së kësaj bote me
për jetësinë e botës ahiretit. Jemi popull I mesit, edhe ashtu, Po. është mesi I artë. Në këtë aspekt, për shembull, tek disa e gjenë që ipën shumë mas punës, mas angazhimeve të mëdha, me qëllimin e mirë që të mrrin diçka për veten edhe për familjen. Mi volon mongo për shembull me rolin e tyne si prindër, edhe si bashkëshort në familjet e tyne. Tek mungesa e lumturisë, tek harmonia, tek edukimi I fëmijëve. Shumë prej problemeve të cilat sot psikologët dhe sociologët e ndryshëm që I kanë hasur, kanë orë në përfundim që një pjesë të përgjegjësisë së devijimit të fëmijëve e kanë krye këput, do me thonën, familja e cila nuk mirë do thot në mënyrë aktive me fëmijët e tyne, me edukimin e tyne, me kujdesin e tyne, me mbarvajtjen e tyne, me sjelljen, shoqërinë e kështu me radhë. Kështu që nëse I vije që dikush e ka prioritet shtem ushtimin e mirëqenjes, aspektit material, dhe le mongu për shembull aspekte tjera të madhore, sikur që është familja, sikur që janë fëmijët, sikur që është përgjithshmëria e prindit kaq I edukimit e tyne, mendoj që është domosdoshmë një prej atyre sfidave që shumë prej neve duhet me reflektu karshi e kësaj problematike. Faktikisht kemi rënë këtë kur thosh. Po, do me thonë është evidente që po I shohim do me thonë disa prej atyre sfidave në raport me fëmijët tonë, në raport me ndikimin e tyre, në raport me atë rolin tonë, sepse prindi I sotit, për shembull, prindi bashkëkohor nuk e ka rolin e tij sikur që ka pas prindi në periudhat e mëhershme. Prindi I mëhershëm ka qenë një prind I cili çdo herë për shembull ka qenë primar në familje. Fjala e tij është marr. Fjala e tij do thotë është fut në praktik. Edhe ai ka qenë çdo herë e ka përmbush fëmijën e tij, ka përmbush familjen e tij me këshilla, me porosi. Kurse prindi I sot është në mungesë të këtyre vlerave, për shembull, që s'ka çka për dhënë ose shumë pak me fëmijët, mundohet që këtë boshllëk me e plotësu me çka, me ato dëshirat materiale, për shembull, bab du ma blej këto merret, bab du ma blej këto merret. Mirë, po kjo për shembull nuk e zgjidh problemin, kjo për shembull nuk të mbron prej atyne sfida ose atyne dukurive negative kështu me radhë. As me përgjegjësi kështu me radhë. Tjetër aspekt tjetër, për shembull, tek disa shohim shembull tendencën për mu shfaq shumë në për ato rrjete sociale. Bota virtuale, apo nuk është diçka. Bota virtuale nuk është diçka domethënë reale që pasqyron atë realitetin ton, sepse shumë prej njerëzve aty kanë paraqesin diçka tjetër, në fakt janë tjerë domethënë në realitetin e tyre, rrethonat e tyre kështu më radhë. Ka dalë thonë jena gjenerata e vutur me fotografi të lumtur. Po, pikërisht. Kështu që këtu për shembull çka kisha cek, ajo çka të bie në sy shumë për shembull, tendenca për të shfaqur, veçanërisht e disa prej adhurimeve me të cilat adhurojmë Zotin te bareke ve teala dhe që kanë pozitë madhe në fe, sikur që është çështja e namazit. Edhe del tjetër e qet veten e tij që është duke u falur dhe e poston atë foto në rrjetet sociale, ose duke kryer umre, ose duke bën ndonjë bamirësie, kështu me radhë. Tani shtrohet pyetja sa dush me qenë të sinqert. Në momentin kur ti këto vepra të mëdha, këto adhurime me cilat ti shpreson me marr shpërblimin tek Zoti Dhul Xhelal, momentin kur I ndon me të tjerët, o vështirë me ik domethënën asoj hisës së sy e fatësi Zoti na rujt. Kështu që domethënë ne si besimtar duhet mu mundua që në këtë aspekt me qenë domethënë të kujdesshëm, sepse në raport me të tjerët njeriu paraqet vetëm ajo çka është domethënë e dobishme, çka është dëshnush. Jo për shembull me dal do thot gjërat për asaj anës reale, jo me dal për shembull për adhurimi mu fokusu se me dal në piedestal për shembull tjetër në bo artificial ose rutinë ose kështu me radhë. Aspekte tjetër për shembull që kisha më po te disa për shembull këto rrethonat duke synu se cili me akomodu veten domethënë për punat të ndryshme ose me siguru të vetes një të ardhme më të mirë, e gjemë për shembull që tek ai shembull ndryshojnë pikpamjet.
mund ndodh që me xhamatin për shembull ka një fjalor fetar, një sjellje të mirë. Mi po kur është për shembull me të tjerë, për shembull kolegë, ç'a diun, ai është person krejt tjetër. U përshtatet atyne dhe ka një varsjellje sikur nuk dën me tregu vetin që ky është për shembull fetar, që ky është për shembull praktikues, që ky është i namazit ose i veprës së mirë ose kështu me radhë. Po disa prej tyne për shembull e kam parasysh që ndoshta nuk do me humba me rreziku punën e tij ose karrierën e tij ose tek disa për shembull ndoshta edhe mund ndodh që ulet me kolega, ata pinë alkohol, fjala vjen, kanë dalë me një neje, ky nuk i pengon se kolegu i tij pinë alkohol dhe ky është në të njëjtën tavolinë me te. Për shembull, me arsye se unë për veti nuk e pi dhe unë mjaftohem me te. Po, ky harron që për shembull pejgamberi alayhi sallam ka thonë men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlisu ala ma'idatin yushrabu alayha al-khamr. Ai që i besa Allahut edhe ditës e mrom, cila dita e mrom, dita që ka me dalë para Allahut dhul xhelal. Dhe ajo ditë e mrom, se është qujtë e mrom, se s'ka të nesër më mo. Ose ki përqen prej xhenet live, ose sot i narujt ki përqen prej të humbur, ose mu denu për atë so kalon njeriu mangën hakën e Zotit dhul xhelal. Mos të ulet në atë tavolin ku pijet alkohol. Ose tjetër shembull që merr kontrata të punës me të tjerë dhe në to për shembull është i kursuar me punu me kamat ose edhe në atë kuptimin e përbin këto me bindjen se kjo është domosdoshmëri dhe nuk është zgjedhje e tina. E këtu disa prej këtyre pikpamjeve për shembull, me të cilat kemi nisë me u përballë me to, nuk ka dyshim se për muslimanin duhet me reflektu. Edhe duhet me reflektu në atë kuptimin që ne a jemi tu hez do thot konform do të thon porosive kuranore edhe atyne profetike, apo jemi duke jetu islamin me një rutinë, po do të thon në realitet na jemi me një kodër tjetër dhe dinin tonë kem në një kodër tjetër, arsye se na nuk mundemi me shkput imanin prej veprës së mirë. As veprën e mirë prej sjelljes së lig, prej sjelljes së mirë dhe në njëjtën kohë me një zemër të mirë nuk mundet mu bashku vepra e mirë me mëkatin. Ato nuk mund të qëndru bashkë. Ose për shembull besimtari pendohet prej veprës së lig, edhe vazhdon rrugtimin e tij me vepra të mira, ose Zoti na rujt për shembull i miratohet mëkati dhe naturalizohet me te dhe nuk mundet më u shkëput me te dhe i bëhet pjesë e pandashme e tij. Mandej për shembull disa prej atyne pikpamjeve shembull të disa mundohen me qenë për shembull të heshtën në atë kuptimin se mos i thojnë tjerë se ti ke kalu në ekstrem. Ti për shembull ki bindje të rona, na vëllazër duhet me ditë një gjë për shembull se feja Allahu xhall është larg ekstremizmeve. Feja e Zotit dhul xhall mbështetet në paqe, mbështetet në urtësi, mbështetet në dije, mbështetet në argumente. Dhe ai i cili e njeh fejen e Allahu dhul xhall dhe kupton atë drejt dhe praktikon drejt, nuk ka mundësi prej tina me dal diçka që është ekstrem. Nuk ka mundësi sepse vetë feja e Zotit dhul xhelal e ka shpall Zoti në përputhshmëri me natyrën tonë dhe rrethonat tona dhe ka bë kompatibile me gjitha periudhat kohore. Pra feja e Zotit nuk është produkt njerëzor i cili ka nevojë për të ndryshuar. Po është diçka që është e përjetshme. Dhe vlerat e fesë tonë janë të tilla. Ne si besimtar, ne duhet me njoh fejen tonë, jo me jetu me emocione. Edhe me qenë në anën tjetër të padijshëm në dispozitat e saj, po me njoft fejen me dispozita, po edhe duke qenë krenar me te. Sepse uzatën laiket e të tjerët kështu neve na duan. Me qenë në të heshtur, me qenë dhe me thonë të ligë, me qenë në të dobë dhe gjithmonë më na i tregu neve ata për shembull standardet e vlerat e kështu me radhë. Po jo më se na do t'ju tregojmë për shembull vlerat tona që i kemi dhe po i mosim se cilat e kanë peshën e tyre më të madhe. Të shohim për shembull se Islami ku e ka pozitën sot në botë, do të thonë respektin që e gëzon mesin e njerëzve të dijes
në zbulimet e ndryshme që e kanë vërtetuar për shembull thonjet e Kuranit e të pejgamberit alayhis salam, sjelljet e muslimanëve të mirë që kanë bërë shumë prej jo muslimanëve me ndru qasje, disa prej tyre më bë muslimanë kështu me radhë. Kështu që na duhet mu mundu që në këtë pikpamje me u mundu që me u rujt sa të mundemi për shembull prej këtyre sfidave. Ta ruajmë do thot adhurimin ton prej syfatësisë, të ruajmë prej atyne elementeve që munden ndoshta me na çu tek ato, mu rujt shembull prej interesit, prej gjërave të cilat neve si karakter për shembull në shoqërytje me to kanë më na ndryshuar dhe nuk kemi me mund me qenë shembull i mirë si musliman, as në shoqëni, as në familje, po edhe vetë si individ nuk kemi me gëzu në shtat lumturinë e imanit ose me shiu adhurimin tonë kështu me radhë. Si fetar, hoxha nderuam, paron ndesh me pjesë praktike që janë të domosdoshme zbatim në fesën, në fe nuk ka merr e le diçka dhe nuk ka me modernizuar, nuk ka aty nuk e ki gjithçka të qartë. Po si zbatues, si praktikues, si të qenit fetar, paron ndesh me parimet bazë islamit edhe pa na ardhur marrë modernizuar si musliman. Si me zgjedh këtë mesin e ardhshëm ne edhe me qenë fetar, po edhe me qenë të mirë me ata më të tjerë, ajo po shtatë tyre, para ndonjë tyre. Po, ajo mesatarja do thot përkon në mesin e dy ekstremeve. Njëra onë është më u largu ose më u rujt për atyne opinioneve ekstreme për shembull, të cilat e zgjedhin me marrë një opinion, domethënë, të një prej studiuzëve të fesë. Mi po që e izolon veten ose e gëtojzon veten e tina prej shoqënisë. Edhe kjo nuk është e mirë. Tjetra, nuk bën edhe me u zhyt njeriu në të kundërtën, ekstremin e kundërt që me liru gjithçka prej fejes, për shembull, duke u mundu që me qenë ti shembull i mirë me të tjerët ose me një mënyrë shtu me i tërheq të tjerët. Ti tërheq të tjerët me sjelljen tonë, ti tërheq të tjerët me shembujt e tu, ti tërheq të tjerët me devotshmërinë tonë. Dhe të tjerët nëse kanë për me po diçka tek ti, kanë me të pyet se prej nga vijnë për shembull ky formim i yti. Dhe ti kime ja tregu me krenarinë tonë që këto janë për shembull principet e fesë me të cilat Zoti i Madhreshëm i ka urdhëruar njerëzit e ka bërë Kur'anin, Islamin dritë, edhe udhëzim për njerëzit e kështu me radhë. Mirë, nëse na mungojnë neve shembujt, nëse na mungojnë neve virtytet, është e kohë domethënë që ti tu flasësh të tjerë se dikush dikush domethënë ka më e marr prej asaj logjikës shnorsh, nëse është Islami i mirë, pse nuk e ka ndryshuar këto. Dhe ti nëse domethënë ki dëshirë me ftu tjetër ose me i fol për Islamin, paraprakisht dush me i fol vetes tonë, ti me ndryshu veten tonë, ti mu bo për mirë, ti mu bo shembull i mirë për fëmijët e tu, mos i le barë fëmijët e tu dikush tjetër mu marrë ose me i eduku ata, sepse ka për ta pas të vështirë. Ose me t'i shtinë në rrugë. Ose me t'i shtinë në rrugë, po. Kështu që, më thonë, ne duhet mu mundu që principet e fesë, çka janë në bazë, mos me i materializu ato. Kemi për shembull raste që kur vjen puna shembull te tregtia, te fitimet e majme, kiti për shembull prej njerëzve që anohen shembull nga lakmia dhe i shmangën për shembull të vërtetë ose halalet ose kështu me radhë. Unë e di një rast shembull me një këtyne ndërtuesve të objekteve. Me mu ishte një shok që është arkitekt. Edhe ky ndërtuesi, më thon po e merr këtë shokun tim dhe po e tërheq pak që mos më ni unë. Edhe po e pyet tha si të duk objekti, tha vallai tha i kishte lënë të thot hapësirat e korridorit të ngushta. Pse i ka lënë hapësirat e korridorit të ngushta? Për me rrit kvadraturën e domethënë të banesës. Pra ky u hin hak të tjerë sikur me ngushtu ti rrugën për qëllimet e tua, domethënë personale. Po. E unë më boni për shtypje, thash ti shoka, subhanallah, nuk ka nevojë më ru prej hoxhës, as më tut prej hoxhës, se hoxha as nuk shpërblen, as nuk dënon. Po ti dush me miell besimin që për shemb me pas frikën prej Zotit. Dhe ti dush me di që me çat parë që kimi u hin hak të tjerë ti s'ke me pas me të bereqet, as në dunjë as në ahiret. E këtu muslimani për shembull nuk bën me i shit principet e tij, as ti momentin
Kur ti lakon ka hlakmia, ti e ke shit një princip për shembull të madh të dinit, që është damori i madh i dinit, e që është për shembull korrektësia, sinqeriteti, besnikëria, kështu me radhë. Tjetër, për shembull në bashkëbisedim një herë me një shok, kolegi im i hoq, po më thot një herë, thot djali, thot më thot, Allah i baf, thot dush me ndru, thot veturën. Tha i thash lebe se i kem obligime tja, jo thot se pini gjematin, po thon Allah filan hoxha e ka veturën më atë mirë, filan hoxha. Pro para me ndoneve dijen e gjematit, me ronë në këtë ndërigje, në këtë shkallë, për me pa për shembull veturën e hoxhës, në vend që mu fokusu për shembull që ajo është person i dijes, i udhëzimit, e me marrë të aj principet e fesë, shife për shembull kush vendoset fokusi. Pra ne duhet mu mundu që fesë tonë për shembull me i dhonë vizion, me ditë çka me marrë prej saj, qysh me praktiku atë dhe qysh me i gjetë ato metodat e shëndosha të praktikimit në mënyrë që ta ruajmë edhe imanin që është në raport mes neve dhe Allahu dhul xhelal, po edhe të jemi të drejtë me të tjerët. Sepse shpëtim për shembull devotshmërinë tonë nuk mujmë ja u imponu të tjerëve për mu paraqit para tyne si të mirë. Sepse devotshmëria jonë është mes neve dhe Allahut. Kurse ne u detyrohemi të tjerëve me çka? U detyrohemi me mirësjellje. U detyrohemi me korrektësi, u detyrohemi me besnikëri, u detyrohemi me këto virtyte të cilat janë vije kuqe një muslimani për me qenë i devotshëm. Ne kemi hyrë të ekstremet që përmende, jemi të pjesa ku mos me pi duhan, mos me pi alkohol, mos me pi drog, mos me pas shumë dashnore, kështu më radhë nuk je në hiç. Këto bin tërësisht ndesh me parimet islame. Qysh më bë me dije tjerëve që këtë këto janë të dëmshme, jo rastisht të ndaluara. Edhe mos më quhet ekstremist, po na quhen ekstremist. Po. Të kemi ty s'pëdën çka është jetë tek e fundit, po. Do të thonë jo kështu. Para mendova shembull dikush me të quajë ty ekstremist. Pse nuk pin për shembull alkohol, pse i ruhesh domethënë në veprave të liga. Ai tregon që domosdoshmë në shëndetin e tij madje. Për shembull se sa larg ata kanë shku prej rrugës së drejtë. Prej rrugës së drejtë domethënë. Në Islam, moralet e mira nuk janë vetëm me ikë alkoolit e veprave tjera të liga, po prej moraleve të larta janë këto virtyte që i përmendëm, me qenë besnik, me qenë korrekt, me qenë i ndershëm. E di për shembull shpëtim Kur'anin familjar studiusit, do thotë, kur i kanë marrë me analizu ajetet kuranore, dikon 2% janë adhurime, domthonë çka janë obligativet, që thret në to Zoti më dhe shumë që namazi, agjerimi, haxhi, ndalesat. 1/4 e Kur'anit flet për mirësjelljen. 1/4 e Kur'anit për drejtat e të tjerëve. Unë e di që shmundet një musliman, muni për shembull në rregull, vjen falën në xhami, nështë e gjen edhe në saf të parë, nonën tjetër nuk e ka gale për borxhin e të tjerëve. Nuk e ka gale që, domethënë, shit blerën që e ka pas me dikon ai tjetri nuk është i kënaqur, ose nuk ja qel telefonin, ose domethënë nuk ka mundësi kjo shkarje, mu kanë tek një musliman nëse don me qenë në rregull me Allahun dhul xhelal. Kështu që na do të me ndru një farë qasit, do thotë kemi nevojë me riorganizu veten, do pastaj problemet e shumta në familje. Më thonë është e natyrshme pas probleme, mirë po mënyra se qysh i qasemi atyne, mënyra se qysh i trajtojmë ato, për mos mu rrit, për mos u bote mdhaja, për mos u pas pasoja, ato kërkojnë me pasën një lloj, më thonë, fetarie të shëndosh. Pra bashorti, familjare, do të me di, do me thonë me i mirujt kufet e ti. Na, do me thonë, nëse kemi dikon prej shokve, dashamirve që e dom, edhe e thrasëm në rrugën e drejtë, po nëse ai nuk zgjedh për mos na përgjigj, atëherë na mundemi me majt atë shoqërinë tonë, nëse e kemi për shembull jem koleg, na lidh puna, shkolla, po ne jem për shembull me te, ai duke pi alkool, unë ofertinën nuk më i qëndru. Sepse nuk mundem me i bë gjuna Zotit e Madhreshëm duke ja bë qefin shembull shokut tim. Ose tjerë ka shumë prej familjarëve tonë, vjen musafiri, është nështë falës i namazit i rregull,
po fakti se ai nuk falet i vje keq me elon ato dhe i shkon koha këtij namazit, edhe ky jet pa fal, thot meta pa fal se valla po ta musafir, po nuk është arsye. Ti i thu musafirit të shkojë namazit, a je për me fal namazin, nëse vjen falën e bashkë mirë, nëse ju i thu bo halal, mund një 10 minuta me më prit, edhe s'ndodh kur gjithmonë ti i bën bashkë të dyat. Kështu që domthon disa prej këtyne provave, këtyne sfidave që këtë mileniumin ton që ne sot po i përjetojmë që gjeneratat tona më herët si kam pas, na do të me di domthon qysh me ju qas, për arsye se na jemi për shembull, edhe që është një e vogël, edhe rrim me një mjedis do të thonë që është me të madhe ky ekspansioni i këtyne vlerave për shembull që ka për qëllim me gëlltit thuj se gjithçka shpirtnore, ose atë tendencën për me qujt mitike, ose atë tendencën për me qujt tyje për shembull primitiv. Mirë po, a mundet më unë një musliman primitiv? Nëse e njeh për shembull fenë e Zotit. Po kush mundet më konë më krenar se robi Allahut dhul xhelal? Kush mundet me qenë më i lumtur se ai i cili i bën sejdë Zotit e Madhëshëm? Nuk adhuron njerëz, nuk adhuron parti, nuk adhuron krijesa të ndryshme kështu me radhë. Përveç krijuesit. Zoti i Madhëshëm na ka urdhëruar që me qenë të më korrektë, sinqert. Kush mundet marrë me diçka më të mirë se këto? Kush mundet me i zhvlerësu këto? S'ka mundësi kush me i zhvlerësu se me i zaventu me orë me diçka më të mirë. Kështu që e jona është që me qenë do thotë jo me ik sfidave, mu përballë me to, mi po gjithmonë me dije dhe me urtësi dhe me edukat. Pra neve sot si musliman nuk është se na mungon do thot aspekti i dijes në pikpamjet fetare. Për arsye se alhamdulillah shumë prej atyne mundësive janë prezente, qoftë nëpërmjet tyne kanaleve të ndryshme, qoftë nëpër ligjërata e kështu me radhë, por se neve na duhet me pas më shumë i pas frikën Zotit dhul xhelal. Dhe ta dim do thot që të lidhemi më shumë me Allahun xhelal, sepse nëse japim ne shumë hapësirë punës, dhe të vjen pyetje ty kur vjen te shtëpia ose mujt me lezu një faqe Kur'an, ose dikujt tjetër i shkon edhe krejt sabahu për shembull, edhe i ndodhe si shpesh unë nuk e di se kaja kemi mësyer na për shembull me këto punë rrugtimin ton që nesër do dalim para Allahut dhul xhelal. Kështu që kjo temë është e gjatë dhe merr domethënë kështu ligjërata ose cikël më të madh, ligjërata për mu trajtu, po unë kisha dëshirë më i përmend disa prej tyne që ne besimtarët në përgjithësi duhet i kemi parasysh disa prej këtyne sfidave, dim si të përballemi dhe të mos dorëzohemi para tyne, sepse ka edhe prej tyne që janë dorëzuar shpëtim. Isha me një vend në Evropë, domethënë kështu, edhe po bisedojmë me disa xhamat kështu një ndaje të lirë. Problemi i fëmijëve, Allah problemi i fëmijëve tha sfidi inshallah Zoti udhëzon, domethënë ishte pajtu do thot me atë fatin e tyne se domethënë sikur kanë çushken. E kjo nuk bën se është një fjalë në gjuhën arabe që përmendin thuhet nëse nuk mrrihet diçka komplet, nuk lihet edhe krejt. Pra na duhet mu mundu, nëse edhe hiç nuk ndikojmë kur që Zoti na rujt me usprovuar, Zoti mos na sprovoj, po që më ndodh, të paktën na mos më miratu bre dukurinë e lig. Të paktën te shtëpia mos më miratu, të paktën me kuptuaj që ndoshta një ditë ka me rrën ndërgjegje për shembull për atë mos miratimin e prindit. Pastaj lutjet tona për fëmijët e këshillat e do të mu mundu në gjitha mënyrat që ata me i mojt ofër dhe që me mjell të këta do thot ato vlerat e shëndosha që nesër kanë me i mojt gjallë do thot njëtën e tyne, sepse me na shku fëmijët tonë ka shmosht të harshme në për klubet e natës, në për koncertet e ndryshme, ku pijet alkoholi, ku nëgjohet muzika, ku ka lakurisi, droga, nuk e di jo nëse çfarë të ardhme do me thonë jemi tu ju ndërtu fëmijëve tonë, se na si me thonë e kemi dertin e të gjithve, se shoqënia jonë të janë fëmijët tonë, janë do me thonë të njerëzve tonë dhe e kemi dhimbten kur i ndëgjojmë problemet e prindëve që i kanë për ta, ose
të tjerët për shembull që janë si mëdhanë, të tjerët drejtore, kështu me radhë që i tregojnë sfidat me të cilat shpesh herë po treguan të pafuqishëm ka arsi këtyne sjelljeve që kanë marrë have dhe shpesh herë po ndodhin edhe me fatalitete me Zotin e rujt. Allah inshallah na udhëzon e na vetdijson e na mundson që neve secili prej atij kondit e tij me marr rolin e tij dhe me ditë që gjonat më të shtrejta që Zoti i ka fal, mesin e krejt mirësive të tij e begative, janë ato që si blen paraja. Paraja nuk e blen imanin, paraja nuk e blen moralin, paraja nuk e blen sinqeritetin, paraja nuk e mbulon moralitetin. Kështu që na nuk bën me i dhonën, domethënë, gjonat e shtrejta ose me i zbeh ato në këmbim tani me jetë të mirë ose kështu me radhë. Na do të mundu sikur që Zoti i Madhëshëm i ka zbrit pejgamberit e tij alayhi salam, ku i ka thonë: "Wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah." Thot me ato që të ka dhënë Zoti, mundo me fitu ahiretin. Për mas parja ka ceka ahiretin, se ajo është ardhmja jote. Atjo është domethënë rrugë pa kthim, edhe pa fund. Edhe pastaj i ka thonë: "Wala tansa nasibe kemi në dynja." Po dhe mos e le mungu hisën tonë në jetën e kësaj bote. Kjo është domethënë në ato pikpamjet e përgjithshme e që Zotin e lusim që të na bereqet, pasi na ka taku ky nder, më kon prej besimtarëve, prej muslimanëve, që me njoh librin e Allahut, hadithin e pejgamberit alayhis salam, biografinë e shëndetshme të tina, të mundohemi që të jetojmë me to, të lisim me to, të ndajmë kohë më shumë për fëmijët tonë, që të mësojmë diçka për Kur'anin, për vlerat e fesë tonë, më shumë se sa të çojmë aty në për shembull gjëra materiale, me të cilat përkohësisht i bëjmë të gëzuar, por jo të lumtur. Jo, fatkeqësisht. Hoxha Allah shpëleft, po shputemi për pak pushim për të filluar me pjesën e dytë të emisionit, pjesën kontaktuese. Takojmë vetëm pas pak, qëndrojmë me ne.